as pak zgjedhje se nuk prodhojnë situatë të re, përveç se nuk ngutën politikisht këta opozita e dome në sigla partijake, e që struktura tjera, ma shumë se partit politike për ju një mojnë, mi bo bashkë me zorë të gjysh, vesh më s'ta bojnë Albinin vetë kryeministër. Këto është kjo. Unë nuk mendoj që janë të papikur politikisht, edhe janë, jo, mos i quaj naiv, po jo strategjikisht të përgatitur. Veç të ujë edhe aspektin që edhe Albini hiqin të vesim s'po shfaqë. Jo, po duke ty. Sinqerisht jo. Hala nuk ka dalë prej hajvanotit, mos ka dalë publik me thonë një fjallë. Jo, ka dalë, tu dalë prej shkollës, ka thonë, po presëm proceset legale mu kry. Qes janë kry, hala. Ajo mjafton për me thonë, unë e respektoj qëtëri. Kush është ka i shtyna të proceset legale atje? Zoti Goshi. Cila mendje është nosh politike mendon? O Zoti Goshi, po cila mendje politike është nosh për shtyna të proceset drejshit atje? Na i dreshu hinja aty, a qka u bo? Ska hibe, po ti po do këtë zi. Vesh që i ka fitu ka të të. Jo, këtë pjesë e krytum. Jo, po unë se kryta. Ka pjesa ndryshme në kohë të subjektit politik. Është edhe një deputeti PDK si janë ku, po ja ka rëzu Gjykata Supreme. Sot, për atë punë. Ideja themelore është që vetë vendosja, tash unë kërkoj fale, po du të mi përmenë se që ata e në aktorët politik. Po në qovë se dikush qovë në këtë studio, apo në cili do në studio, qovë në partit politike opozitare, apo në vetë vendosje. Mendon të azojmë që Lutfi Haziri, kush do qovë ta përmenë që, hajde, Besnik Tahiri në AK, Memlin, Abelardja, kush do qovë tjetër në PDK, po takohen, po bisedojnë që shmja bo punës koalicioneve. E këta ko kanë kretë dy qysh ko kanë sterilizu, edhe pësi kanë morë 42%. Sa të trijat bashka të tjera, edhe këta ko kanë vullnetarisht mos me bo qeverin, se dy qysh ko kanë treme po tutën, ato janë vetëm ondra dhe dëshira të dodove, që unë s'pidi pse i kanë, po mund t'i kenë, sa ato janë iluzione. Por në qose si parti politike, ki fitu dominancën, është afërmeq që ki me punu, kur ta shet ti të arsyshme të punosh. Me rëndësi është mos mi shkel afatet ligjore, në këtë aspekt legaliteti, i cili halo su konzumu. Presi mërkurën, KQZ-ja formalisht ti certifikoj ato, edhe në atë moment kur certifikohen, fillon e rje dhe afati ligjor, që një muj. Tradita e mire jona në 90% të rasteve ka qenë që presidenti në traditën tonë të mirë, mba mendjen tonë politike, institucionale, ka qenë që brenda 2 jave zakonisht është nominu, është thirë mbledhja konstituive e parlamentit. Gjëtë të cilin unë e presë që të bëhet prapë nga presidenti Osmani. Me kë e sheti koalicionin? Të dëshirum. Të dëshirum. Se a këtë dëshirum? A këtë dëshirum dhe një? Se është sakriles të kem? A është sakriles të këtë? Jo të dëshirat jonë legale dhe legitime. Unë mendoj që ma legjitim, ma e pranushme, do t'i kontribonte edhe zbutjes së tonëve politike, edhe fillimit një fazet të re të kapërcimit ndarjeve dhe hendeqeve, edhe emërtimeve, njëri Serbis, njëri Rusis, njëri Bielorusis, edhe ofendimeve të natyrave. Jo, Bielorusi nasë dilë ku i bjerë për lejat. Natyrave, jo, do pronar televizionve pëjdin se për jo morën avokat të Lukashenkos. Me avë qunë Cayman Islands registrimin e televizionit. Unë e për politikan fula, jo për pronar. Ti që si dinë në ashtë asone do pëjdin. Jo, për politikan fula, jo për pronar. Si do që tjetë? Ata me politikan po bashkëpunojnë. Kështu që se vetë s'mujnë me bo atësen. Pa javdhona mini politik. Qashtu është natyra oligarkë, shka me bo. Veqë jo që është blerim e kje që është që thusin si komunizm këtë në so shokë që po amë në qashtu jo për meje, po ma normalja kish me qenë ka përcimi e ndekeve, sa do që i zorë shumë është, për posaçërisht për vetë vendosjen, si a shkel do parime të proklamuara nga ata vetë. Nuk është ta që zorë shumë sa t'inglon, mendoj përjashtimisht deklarativisht nga një pjesë e opozitës, këtu, posaçërisht e njërës e cila kamit peng e suportimit maramendës financiar nga grupe saktuarat interesit me tonat madhështin falso të dritave, ngjyrave, billboardave, gjonave tjera.
Përjashtimisht kësaj,